Roberta Liaj gjatë një interviste ka folur për fëmijërinë, karrierën dhe jetën e tij private. Në një episod për jetën kur ishte në shkollën fillore, Liaj thotë: "Unë isha shumë i vëmendshëm në shkollë dhe mjaftonte ta dëgjoja mësuesen gjatë mësimit. S'kisha nevojë për libra dhe haja dajak pafund sepse nuk mësoja. Refuzoja të mësoja. Në shtëpi haja dajak, në shkollë haja dajak. Zysha ishte shumë inteligjente, ishte psikopate shumë e zgjuar. Unë të vë 4.5 se ti the çdo gjë, por siç i kam thënë unë gjatë shpjegimit në klasë, sepse ti nuk e lexuar asgjë, më thoshte Zysha, shpjegon Liaj. Këto kanë qenë disa nga debatet që bëja në shkollë. A kam thënë ato që the ti? Pse duhet të lexoj unë, si jam mësues?" tregon artisti gjatë një interviste. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.